tre gjona që po më djegin për mrena, atë ajo energjia që s'mund të rri pa i thonë, pa i shpre në mënyrë jashtëzakonisht të ashpër. Kjo ishte nga një bisedë që patët ashti me një shokun tim të vegjëlis, sa po folëm. Edhe më thotë ky shoku im i vegjëlis, nuk po nxjerr emra, se nuk e di nëse i pëlqen për këtë, konkretisht për këtë bisedë që më tha. Më thotë që, po mirë rol, tha, po e diti tha që në protesta ka e gjendë Serb, ka e gjendë Grek, kanë ardhë Rus. Edhe, unë nuk e di nëse këte po e thoshte kundër protestës, apo kundër shtetit. Edhe më tha, a e di tha ti rol, tha, që në një intervist, goca i Sali Berishës e pyti gazetarja, po mirë tha i tha gazetarja goca Salis, si shpjegohet që ti ke shpi në Tiranë, që ti ke shpi në Angli, që ti ke shpi në Gjermani, që ti ke shpi në Belgjik, që ti ke shpi këtu, ti ke shpi në Honë, në planet. Edhe disa përgjigja saj që ishte, tha, janë bo, tha, të gjitha janë bo transferat me bank, pra që janë të vërtetume. Unë nuk e di nëse po më thoshte që shif, pesligjet i kanë protestat po ne i bëjnë të hujt, janë të hujtët që kanë ardhë, protestuesit kanë për të hujt, shikoj, në qasë të thoshte këta, se nuk besoj, dajs du të zjerë emër, shoku im i mirë, jemi rritë bashkë nga shokët më të mirë, apo për më thoshte këtyre si besohet asnjë. Nuk më intereson analiza, ajo është për mua dhe atë bashkë zgjidhen, për ju është vëllezër e motra. A e kuptoni që se çfarë bëhet, që del ky Edi Rama dhe klyshët që e mbrojnë Edi Ramën, edhe thonë, në proteste ka Sërb, në proteste ka Grek, në proteste ka Slav, të qith deri nonën ty, e kush ka pjell ty më shkërdhat, se protestuesit nuk janë ata që kontrollojnë kufirin, protestuesit nuk janë ato që kontrollojnë pasaportat në aeroportin e Rrinesit, protestuesit nuk janë ata që kontrollojnë pikat kufitare, protestuesit nuk janë ata që kontrollojnë detin apo portin e Durrësit, është pilli nonës, Edi Rama dhe ju shkërdhata. Pra në qoftë se ka, që nuk besoj, protestues, mes protestuesve, Serb e Grek, e çka thoni ju, këto i ka fut qeveria juj më shkërdhata, se nuk e kontrollo kufirin protestuesi, nuk e kontrollo në aeroportin protestuesi, nuk është protestuesi që ka vu atë barikadën në për rrugë të Tiranës, është policia Tiranës ju qif shanonën. A i kuptoni ju që çdo gjë që thonë këto zgjebe, është hale e pështym që e pështym lartë edhe u bjenë syve? Në qoftë se goca e Sali Berishës, unë nuk e kam gjuhë këto intervistë, kam qef të gjëj, i është përgjigj gazetares kur i ka thonë, po ti ke ble këtu, ke ble atje, ke ble atje, ke ble atje këto prona, që janë bo transfertat me bank, po kjo të rëgon këtë shtetë shkërdhat që keni ju, që ua kanë me bank i kalon, i ka paret në bank, goca Berishës, edhe qeveria me këto gjukata nuk ndërhy, se kanë vjedh vet e janë bashkë. Ka i morë ti këto pare, ku pënë e nonës i morë ti kur erdhi në pushtet baba jot, që s'kishte brek në bëthë sekretar partije, që pas ke gjithë të prona sot, flas shteti Edi Ramës që ka kaq kohë. Vëllezër e motra, ju jeni socialist, që të kujtoni që keni, si joni Edi, ata mjeranët, ata idiotët, nuk është i juj mërtalët me ju, banë si kur dënon Sali Berishën, por nuk e prek një pronë, cilën pronë i ka morë deri më sot, se kanë vjedh bashkë, janë bashkë, moru shivë deri nonën, si guxoni e kërkoni të ndyni protestën ju, se ka, natyrisht që do të ketë, e po pati ka, se i ka pru Edi Rama, se i kalon policia,
Se I kanë lënë kalojnë kufirin, se shteti duhet të di kush hyn në kufi që është në shtetet si huj, sidomos në këtë gjëllërdi, kush kanë, edhe nuk është protestuesi ai që I vend blokatët Tiranë, rrugëve Tiranës, e të kërkoj pasaportë më shqivë të herinanën. Turp miseria. Ai djali për mrekulli doli e tha, si e ka emri nuk e di, ai që prind. Tha që në mes tonë mund të ketë edhe kështu njerëz të infiltrum, që ndoshta janë kundër protestës, ndoshta janë kundër Shqipërisë. Por në qoftë se ka, nuk jemi ne. E në qoftë se ka, janë klyshet e Diramës, ndoshta dhe Sali Berishës, por këtyre që janë kundër protesteve, kundër ndryshimit, përse ato e kanë qeverin dorë, dhe jo protestuesit. Nuk janë protestuesit në kufi, nuk janë protestuesit policë që kontrollojnë kush hyn e kush del nga Tirana. Nuk është bulevardi dëshmorët e kombit pronë e protestuesve. Kushto që është në Tiranë mund t'i bashkohet e mund t'i veçohet protestës për misionet veta për të përly ose për të mbështet moderin onën. Një gjë tjetër se ky do të kapet, jo për kanë ardhur nga Kosova. Unë nuk besoj që kanë ardhur, po individ veçantë nuk I ndalon kush, e në qoftë se vinë e kanë të drejtën morale se ky po bën tradhti kombëtare. Ne kemi një armik të kombit, jo vetëm të shtetit shqiptarëve, një armik të kombit more, që e kemi në krye, jo Partinë Socialiste vëllezër e motra. Unë du që Partia Socialiste të filtrohet se kam socialist që I njoh nga gjithë viset e Shqipërisë, siç kam pas edhe vllajën tim që nuk ka njeri në botë të gocohet flas një fjalë të keqe për vllajën tim Ramazan Gjokën, Gjet Ahmet, zonin, që ka desh I madh I vogël, kush e ka njoft, ai ka pas edhe të sejën e Partisë Komuniste, ka pas edhe, ka qenë edhe I Partisë Socialiste, më duket e la pastaj në fund, por njeri ndershëm, njeri pastër, nuk jam unë kundër socialistëve. Unë jam kundër shkërdhatëve që kanë manipulu me socialistët dërim sot. Socialist është një bindje, të jesh social është një rrym. Social të thotë shoqëror, të du shoqërin, po jo kriminalet që I kanë dalë në krye, jo shëshonjëzat, jo hajdutët. Partia Demokratike ka në radhë sa njerëz ndershëm që vinë, s'kan asgjë në Shqipëri, ditën e zgjedhjeve vinë votojnë, jo se duan Sali Berishën, por se mendojnë kanë ideale. Ne jemi kundër Sales dhe oligarkëve. Ne jemi kundër Këlyshit, armikut të Rama dhe kundër oligarkëve, rrymës së tyre, Pelesh e çapillën e noni se ka ky Taulan Balla që kanë bërë krime e kalimit ligjeve anti-shqiptare vëllezër e motra. Po këto pelivan dalin sot e merren të kalojnë temën sa në këtej që të utojnë shqiptare se kanë dënu sot një shqiptare, një gru, se që ka shia. Çfarë bën e nonës këti nëse është shia, apo nëse është suni, apo nëse është bahaj, apo nëse është bektashi që quhet. A shkojnë të teq apo shkojnë, janë pikpamjet e tyre. Mu më vjen keq të shoh shqiptarët e mi që lidhen mas feve që s'kan asgjë me Ilirinë Pellazin, por është drejt atyre. E në qoftë se ato kanë bërë krime ndaj kombit, le të shpallen në grada. Po jo të shpallesh ti në grada sot në kohën e protestave, një gru shqiptare se që ka shia, ta shpallesh sot që ne kemi problemin e pikave që kërkon protesta, jo të protestuesve, se çfarë robje ka vesh protestuesi, që I ka lidh flokët bish protestuesi mbrapa, apo ka mustaqe. Ne kemi pikat që mos të vidhet malet e Shqipërisë që janë vjedh detet, që të pezullohet kjo paketa e maleve e shkërdhatës Peleshi edhe Taulan Balla, tu shjet nona. Këtyre maskareve që kanë zirë këto ligje. Ç'lidhje ka kjo me Iqbalën sot?
Ka doli gjumi ty më shkardhat sot të me e shpallesh në grada që të flasim ne për Iqbalën? E kush për në nonës ka pjellë dhe Iqbalën? Por ti, mër klysh kurve, s'ke këtë të drejt, të talësh e për talësh, ka nërë nga Rusia, ka nërë si ke pru ti mër të qif deri nonën, se nuk ka polici protesta që të kontrolloj kush ka ardhe, kush nuk ka ardhe. Arrestoj të qif shanonën, në qose e shtetë, mos u talë me mbështetësit e tuj socialist që janë të verbët. Sami Gjoka, ju përshnet më shkardhata, se u ka ardhë fundi, edhe s'dini çfarë boni dhe pështyni vetë vetën, or hale.